Për shembull Faton Peci, sori ka dalë një skandal, ka pas nevojë më la, ka shku në ATV, ka fol një orë për vetë. Në TV1 ka shku, ka fol një orë, ata kanë thonë dijen këto se KTV-ja e ka këshilltarëve të nësërojnë, pronarin e ka qiken e ti këshilltare, RTK-ja mos bëne e gare, dje ka qitë kongë të Adelina Ismailit Mitrovic. S'po besoj që ka nevojë për ma shumë serem. Tash tjetra, Nistënishi edhe televizioni Dugagjini janë neutral. Absolutisht neutral, qëri lajme, se televizionet maten me lajme. Mos e këshër të që debat lusim ka mu e unë jam kundër Kurtit. Se debat lusim e ka dhe Ramabajen. Në sezon jam pëmri ma lakë se Ramabajen në ka faj Dugagjini. Ka faj Ramabaja. Problemin e kilirim se njëherë i thu deputet, dhe i dje Albin Kurtin e kja akuzu deputet. Ramabaj, ta shumë ka foli, si pas përftërimit ta ti për veten. Se nëse thot unë jam kryeministër, nëse i shfryzon resurset e kryeministrit, atëherë unë jam ka thonë çysh kryeministri po bën fushat partijake. A mos e di thoshë deputeti. Po, asje kam marrë vesha resurset e kryeministrit. Po qytetari kupton ty logjikën tënde. Po tash, e qetash, jo kupton shumë mirë qytetari. Jo, se kur ti thush vazhdimisht deputeti për deputet. Me pas shku Albin Kurti, me Opel Ascon, sot në Mitrovic, pas në Truproj, i vesh në gjupin që e vesh ke kur u në pozit. Unë s'kisha thonë sa, kisha thonë shku kryetari partisë, po kjo përjeton vetën si kryeministër. E si kryeministër, me ata politë që i pagujmë në te, po shkon, u do më mshel lokali Ramabaj, kjo s'ka ndodhë mas luftë në Kosovë. U desh më mshel një lokal. Ka ndodhë mshel gjukata o mshel. Apo mlen tash tashare edhe njerë, i kemi 2 televizione neutrale, është Nistënishi, që nuk meren shumë me politikë, bojnë, okej, edhe është Dugagjini. Shush, Nistënishi s'meret me politikë, Kliku është total pro-opozitës. Po qëfar pro-opozitës? Asnjë analist në Klik nuk e ke që e ngrit zërin diçka. Ama një skandal që Nistënishi e ka publiku 3 vjetë e fundë. Pa tash, është çështje skandaleve, debati për çdo mbrëmje është në favor të PDK-s, Dugagjini është neutral. Të shtaci është neutral. Ju po i gabën emisionet me televizion. Televizioni ka programacion 24 orë. Debat plus është 1 orë e gjysë në ditë. Nuk ka më në faj që ju mund juve. E ju doke që Dugagjini është kunder. Ju se mujte as Valen Prebrezën, as Vetonin, as Fidonin, as Ramiz Ladrocin. Ti ke sëllmu mas shumë të ata ta fitun. Milionat e derë dhe në kur s'ka me mujtë. Tre ke sëllmun mirë shumë, ta është për ata të 3 fitun. Ata kanë vjetë në kom kalëzu. Qa bojnë ata mas nëjë punë e tyre. Nuk e dim, gjukata vendosa ka. Mund vesh këtë jesh kunder meje. Shëmën atë jem fush Kosovë. Shëmën asë i personi që mjeni hajnë në komun e unë e thëmë urime ja pra nëjë fitore. Shëmën ata qërë, janë po hupin. Këtë qëtëri që i thëjnë ke shkoj Milošević erë Albin Kurti fitaj. Këtë që ndremë më pëlqen. Fitaj. Për Bajrë Mrama ka thonë shkojmë Miloševići, erdhen këta, fitaj e zëtni. Se e ka dhe për një me, se qytetarët fundi nuk janë një shumë aki mirë, po dojnë me dita aki për një me. E këta ka pak për jeton që nuk e kam bashkë për një me. Apo kuptoj, se nuk munda unë me konë ma i shqetsum, do më thonë, unë jam shumë i shqetsum, që në Mitrovic ka shku kryetar një hajnë. E a i thotë të rime, për që ta të një po hupin, e të një po kajnë. Qështu, për tash pak, a bënë që të televizionet se ke shëndrore, se njeri bo një skandal, tha krejt media, tha, kundër Faton Peci, për tash me faktë o zëtni, RTK-ja pro pushtetit, KTV-ja me këshilltar po dihet të kryeministri pro pushtetit, ATV-ja dihet që o pro pushtetit edhe kanë për krenari, TV-nishi është marru nga pushteti. I ki 3 televizione objektive, ti aushur programacionin, jo emisionet edhe ata analistat. Të shtunën, Faton Peci ka qenë i ftun